Bilanci i vdekjeve në Haiti nga uragani shkatrues Matthew ka mbritur në mbi 100. Vazhda e dëmeve që Matthew i kategorizuar tashmë si stuhi e shkallës së 4, kalon pas në vendin e varfër është e paimagjinueshme. Njëri prej qyteteve të gjendura në rrugën e tij Jeremy është rrafshuar thuajse krejtësisht nga faqja e dheut. Uragani që solli me vete shira të rrëmbyer dhe era me shpejtësi 230 km/h, llogaritet të ketë kthyer në gërmadha mbi 3200 shtëpi, ka shkatruar plantacione e ka zhvendosur 15000 vet. Përpjekjet për të mbritur në zonat më të prekura si Grand Anse janë penguar nga ujërat e përmbytjeve dhe shkatrimi një ure kyçe për lëvizje në rajon. Bota megjithatë duket se nuk do t'i harrojë haitianët në këtë moment të vështirë. Shefja e FMN-s Christine Lagarde u shpreh e gatshme të ndihmojë viktimat e stuhisë më të madhe të një dekade në Atlantik. Kemi linja të reagimit të shpejtë, të cilat mund të vijnë në lëvizje menjëherë dhe padyshim do të bëjmë çdo gjë që të mundemi për të ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Pas vdekjeve që la prapa në Haiti, Matthew u përplas në Bahamas dhe kërcënonte drejtohet Floridas. Paralajmërimi i bërë banorëve nga guvernatori Derek Henry ishte friksues. Kjo stuhi do t'ju vras, kanë qenë fjalët e tij. Henry kërkoi njerëzve të mos ngurojnë të largohen. Kujdesuni për jetën tuaj, është shprehur ai, për shtëpinë dhe sendet që keni në zotërim mendoni më vonë.